Metreseja e qytetit të Korçës në ditën e fundit të muajit madhërisëm të Ramazanit ka ftuar një iftar, drejtues të pushtetit vendor, përfaqësues të institucioneve dhe të ftuar të tjerë. Ndarka e fundit që mbyll agjerimin, muajin e sakrificës, reflektimit dhe përkushtimit në dobi të vetvetes, familjes dhe komunitetit. Kështu u shprehur drejtori i Metreses Korç, Omer Çallash, i cili ka përshëndetur të ftuarit në këtë iftar. Ju falenderoj që pranuat fitesin ton në këtë ditë kuptim pilot dhe mirë se erdhët. Ndodhemi në fund të një periudhe të shenjtë. Ramazani është simboli i dashurisë, begatisë dhe solidaritetit. Një nga veçoritë më të rëndësishme të Ramazanit është tryeza e iftarit, që ne e quajmë tryeza e dashurisë. Dhe bukuria e kësaj tryeze është ndarja me miqt. Kam përshëndetur dhe uruar në këtë ditë prefekti i Korçës Andrea Mano, kryetari i Këshillit të Bashkisë Ilir Pendavinje. Në pjesë e kësaj tryeze, ashtu si kundër thatë dhe ju, kjo është një tryezë dashurisë, një tryezë në cilën njerëzit mblidhen për të falur dashuri, po jo vetëm për të falur dashuri, po dhe për ta marrë këtë dashuri dhe për ta përcjellë më pas edhe tek njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, unë sinqerisht ju falenderoj dhe ndjehemi privilegjuar që jam pjesë e kësaj tryeze. Jemi në fundin e një muaji të rëndësishëm, një muaj i cili ju fal njerëzve dashuri, ju fal më tepër besim, ju fal mirëkuptim, ju fal vllazërim. Dhe unë besoj që në këtë muaj të gjithë ne të kemi kuptuar se sa e rëndësishme është që të gjithë ne të besojmë në Zot, të besojmë sa më shumë në Zot, sepse gjithçka e mirë vjen nga kjo dhe gjithçka e mirë i vjen njerëzimit dhe të gjithëve ne. Duke na bashkuar ne në këtë tryezë, e cila besoj që është e vetmja në të cilën ne përfaqësues të shoqatave politike, të partive politike, të institucioneve të ndryshme si shtetërore, bashkiake, është e vetmja herë kur ne mund të ngjendemi pranë njëri tjetrit, të flasim për dashuri dhe për mirësi. Urimet më të mira në këtë ditë, sa më shumë sofra gëzimi, gjithmonë së bashku për të nderuar njëri tjetrin, duke afirmuar besimin dhe përullësinë ndaj krijuesit dhe duke u lutur të gjithë së bashku për ditë më të mira. Ky është mesazhi i kësaj dite.